zoti Qose. Faleminderit zoja nënkryetare. Në fakt, sot në këtë agendën e mbingarkuar të kuvendit me ligje që i keni kaluar fap e fap edhe në komisione, duke u nisur edhe nga fakti që përfaqësuesit e opozitës ishin në organizime të tjera politike. Sot kemi ligje të cilat tregojnë qartësisht se sa pak vullnet keni për të marrë parasysh edhe ato angazhime që merrni para Bashkimit Evropian apo para Këshillit të Europës. Dhe fjala këtu është për kodin penal dhe për atë që doni të bëni në lidhje me gazetarët. Kur kam sjell propozimin në këtë kuvend për t'i dhënë mbrojtje gazetarëve për goditjet për shkak të detyrës dhe për t'i barazuar ata me profesione tjera si policët apo mjekët në mbrojtjen që jepte kodi penal, në atë kohë Partia Socialiste, dhe mund t'i shikoni në proces verbalet e kohës, relatore ka qenë zonja Felaj, ka dhënë argument që ne do t'a rrëzojmë këtë sepse do t'a sjellim vetë me kodin e ri penal. Dhe po shpresoja shumë që do t'a sillnit vetë, pavarësisht që e kishit rrëzuar iniciativën time, do të ambanit këtë fjalë për ta sjellë vetë, duke qenë se është një standard që e kërkonte Bashkimi Evropian. Çfarë bët? Investuat atë që ishte dialogu për media, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Europës, ku ju besuan dhe morën pjesë organizata shoqërisë civile, gazetarë, institucionet pavarura, dhe u bën pjesë e kësaj duke menduar që ju do t'i qëndroni fjalës. E në fakt ju bët atë që bëni gjithmonë, e atë që duhet kuptoj çdo qytetar në Shqipëri, që ju nuk e mbani fjalën, që ju i pret në besë dhe ju sohet një draft tjetër nga ai që kishit diskutuar dhe ai që kërkonit në mënyrë të përbashkët me organizatat e shoqërisë civile dhe me gazetarët. Ju sot sillni në këtë kuvend ligj i cili do të përcaktoj shteti se kush është gazetar dhe kush nuk është gazetar. Do të përcaktoj shteti kush do trajtohet si të nënës dhe kush do trajtohet si të njerëkës. Do t'i regjistroni ju dhe do t'i keni ju në listën tuaj të patronazhimit se kush duhet jetë më i lirë dhe kush duhet jetë më i shtrënguar. Kjo është jashtë standardeve të Bashkimit Evropian, është jashtë asaj që është dakorcuar me organizatat që mbrojnë gazetarët, me vetë asociacionin e gazetarëve dhe me vetë gazetarët që kanë qenë partner në fakt duke besuar që ju do ta mbanit fjalën. Por ju nuk e mbani dhe se keni mbajtur ndonjëherë fjalën që ta bëni kësaj radhe. Dhe rekomandimet e tyre janë hedhur poshtë. Dhe sot ju sillni diçka që është në kundërshtim me detyrimin që vjen nga roadmap-i për rule of law, e sillni në kundërshtim me atë që kërkojnë organizatat dhe gazetarët, e sillni me një shpejtësi që është e pakuptueshme. Dhe ajo që bëni edhe me ligjin tjetër më pas që ka ardhur si propozim i zonës Luarasi për mediat, ajo që bëni është fragmentarizimi një problematike për të bërë ndërhyrje këtu dhe atje, ndërkohë që duhet një reformë e plot në përputhje me standardet europiane dhe që bazohet tek e mira publike, sepse gazetarët mbrojnë interesin publik. Gazetarët kur përballen me këdo, nuk përballen për ndonjë interes personal, përballen për interesin publik. Kur japin informacion kundër korrupsionit tuaj, e japin në mbrojtje të interesit publik. Kur bëjnë investigime, bëjnë në mbrojtje të interesit publik. Dhe ndaj duhet kenë mbrojtje për interesin publik. Dhe kur ne themi dekriminalizimi i plot i shpifjes, nuk është licencë për të shpifur, por është që mos kenë ndjekje penale për fjalën e lirë, për lirinë e shprehjes, së drejtën kushtetuese
dhe çdo qytetari aq më tepër të gazetarëve, sepse patjetër do të përballeshin me padi civile për shpifje. Por kjo nuk ju intereson juve, sepse në një vend ku instalohet diktatura, fjala duhet censuruar, duhet bërë gjoja standardi evropian, duke u fshehur mbas tryezave të përbashkëta që më pas të vini me akte të njëanshme siç erdhët sot. Dhe ju ftoj edhe një herë ta tërhiqni. Jeni në kohë me propozimin tuaj të jeni të bindur që tërhiqet çdo gjë në çdo moment. Siç e keni tërhequr dhe herë të tjera dhe në fund të seancave. Tërhiqeni dhe kthejuni atij drafti që është bërë në dialogun me mediat financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Evropës. Tërhiquni në rast se vërtet keni pak sedër për të garantuar standard evropian. Nga ana tjetër në asgjë nuk ndaleni dhe më vjen keq që këtu deputetët e Vlorës, deputetët socialistë e Vlorës nuk flasin për atë që janë duke i bërë qarkut Vlorës dhe qytetit Vlorës. Një socialist i Vlorës, ish socialist mund ta quaj tani, më shkruajti dhe më tha: "Të lutem më cito pak në kuvend dhe thuaj që tashmë kjo është refreni që kanë qytetarët e Vlorës. Vlorë, moj Vlorë, u nise për kryeqytet të katandisën fshat me det. Sepse sot ja keni heq Vlorës gjithë institucionet. E fundit që doni t'i hiqni është kadastra. Me teorinë e doktor Adamudhit që nëse nuk funksionon kreje, ju thoni me qënë se jeni të paaftë për të ndërtuar një institucion që i përgjigjet ligjit atje dhe që nuk i përgjigjet bandave, e marrim me shkrim dhe e sjellim në Tiranë. Pa llogaritur se ku do të shkojnë punonjësit, pa llogaritur se si do të marrin shërbimin qytetarët, pa llogaritur që shkelni kushtetutën, pa rimet e ligjit, sepse këtu bëni si ju do qefi ju. Dhe Vlorës sot i keni hequr gjykatën e apelit, i keni hequr gjykatën administrative, i keni hequr drejtorinë arsimore, i keni hequr drejtorinë e bujqësisë, i keni mbyllur portin, i hiqni kadastrën, pra një fshat me det. Dhe kjo nuk është vetëm për Vlorën. E marr shembullin sot Vlorën me qenë se është çështja e ditës, po të gjithë qytetet e qarkut të Vlorës po kthehen në fshatra. Delvina është bërë një fshat, ku çdo institucion që ka qenë atje, nga drejtoritë atimesh, nga drejtori hipoteka, pyjore, bujqësore, çdo gjë, edhe spitali është kthyer në thjesht një urgjencë. Ku nga një spital me 70 shtretër, sot e ke vetëm një urgjencë për të bërë një gjilpër dhe përtikur. Si mundeni që të katandisni kështu qytetet e Republikës Shqipërisë dhe të vini këtu dhe të sillni para për padelin sportin e qefit të Blendi Klosë. Ndërkohë që ato para mund t'jenë para që investohen për qytetarët shqiptarë, për qytetet shqiptare. E keni ndërmend të bëni dhe një reformë territoriale, të cilën sigurisht që e keni gati, keni votat, do të katandisni më keq se ç'është dhe mendoni se do të përdorni si fasad Partinë Demokratike dhe opozitën. Ne patjetër që kemi një draft që i shërben qytetarëve, që e çon shërbimin te qytetarët dhe nuk i heq institucionet qytetarëve, por nuk kemi asnjë garanci që mazhoranca juaj do të qëndrojë asaj që thot një komisionit përbashkët, sepse vetëm sot kemi rastin e kodit penal ku investuan para pa fund, dialog, 4 shtylla, konferenca, gjithë shka dhe në fund ngeli një letër, thjesht një fasadë dhe ju të miratoni çfarë doni. Qofse ju doni thjesht fasadën demokratike, nuk jemi vend demokratik sot. Nëse mendoni se shqiptarët nuk e kuptojnë, shikoni revoltën e qytetarëve të Vlorës, ku në fakt është edhe nga Qarqet
që tradicionalisht ka qenë i majt, e ju që nga maj i vitit 2025 e deri më sot i keni bërë të protestojnë çdo ditë. Faleminderit zonja Zhupa, fjalën e ka zoti Adi Qosje, të përgatitet zoti Blushi.